në lokalin në Skënderaj, në të cilën është rrahur e përgjakur zëvendës ministri në Ministrinë e Financave Hysni Mehani, njëkohësisht edhe kryetari i qendrës së vetëvendosjes atje, njëkohësisht edhe kandidat për deputet për legjislaturën e 11, ka kamera dhe ka shumë dëshmitar. Me çmora vesh 2 veta janë arrestuar. Për përshtypjen time, reagimi edhe i policisë edhe i prokurorisë ka qenë i vënuar. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur më pastaj në orët e pas mesnatës, por e di që reagimi është dashur të jetë shumë më i shpejt. Ju e dini që aktivistët e vetëvendosjes për statusen Facebook janë dënuar ka 1 vit e gjysmë burg. Ta shohim tash prokuroria për ata që marrin gotë edhe për gjakin zëvendës ministra, çfarë dëshkimi do të kërkoj dhe çfarë dënimi do jap gjyqësori.